dilje papritur pakujtuar, të mbytesh në lumën e Vlorës dhe mos ta gjej dot ku ishte Vlora. Po lëre më mushkonja ishte, jo më lëre mushkonja. Mushkonja ishte për ta zënë dashnore, po ta rije gjallë. E kuptove, mushkonja. Që mushkonja ishte e fundit. Po gropat në lungomare, e të tjera, s'kishte investim strategjik. Dhe më e bukur e dini kush është? Më e bukur është që te Zvërneci, ata s'kan kërkuar fare status investitori strategjik. Mund ta kërkojnë më vonë, nuk e kanë kërkuar. Tjetra thonë, paketa e maleve duhet anullohet. Po pse ata që kanë trashëguar tokat, edhe thuaj, more janë trashëgimtar të tokave. Janë trashëgimtar të tokave në veri, ka trashëgimtar të tokave në zona të thella të jugut që nuk kanë pasur ata shere për pronën. Nuk kanë hyrë ata në 7500 njisha më të përa. Ata e din, deri këtu ka qenë gjyshi im, deri atje ka qenë gjyshi jot. Mirë po duke mos pasur nga ato, i kanë braktisur ato bukuri atje, sepse nuk bëjnë dot asnjë investim. I bënin dikur pa leje, tani si bëjnë dot as pa leje. S'kan pronë, duan të bëjnë një fermë, nuk marrin dot subvencion, nuk marrin dot asgjë sepse s'kan pronë. Dhe ç'a bën paketa maleve, i thot hajdeni tek toka që është e gjyshit, që s'keni letra, sillni planin e investimit, jo investitorin strategjik, planin tuaj të investimit, shkoni në Këshillin Bashkiak, afishoni emrin një muaj, po erdhën të tjerë të kërkojnë pronën që juve po kërkoni, ju nuk e merrni dot investimin. Po s'pati kontestime, prona është e juaja, investoni dhe jo bëni pallate, po bëni agroturizëm, bëni bujtina, bëni ferma, bëni agropërpunim, krijoni ato realitete që i kanë krijuar ata që nuk janë më të mençur se ne, nuk janë më të zot se shqiptarët, se shqiptarët tani janë shpërndarë dhe ju punojnë atje në për malet e tyre, por kanë qenë të udhëhequr nga njerëz më të mençur se sa hajvanët që kemi pasur ne në krye, dhe s'keni pse vazhdoni punoni për tjerët andej. Jo thonë këta anullohet këtë, po pse ta anullojmë këtë? Anullohet. Po shqyqyrë Zotit kanë 5 kushte, kushti i parë është jep dorëheqjen, që do të thotë, i këti pastaj bëj këto të 4 tjerat. E keni pa s'kan as logjik, janë dhe dërras. Se më thonë këta të mitre dhe rotu, duhet i marrësh me të mirë, mos i thyej, mos u tensiono. Që ne po na ikën te peleku kokët, ku kemi më konet me lloj loshurash, me lloj onxhobonxhosh, e me lloj njerëzish që i ikin pas beri hajt. Shikojnë gardhin atje, gardhin që pika që subi atyre që e vunat gardh me tela me gjëmba, po kjo është histori tjetër, me atë kufiri Izraelit dhe shkojnë mas beri hajt, do sjellin Irama palestinezët këtu me Netanyahu. Keni parë ju budallëk të tilla apo jo? Edhe duhet të marrim me të mirë, po jo, se çka të mirë të marrim me të mirë. Ne në fund 2027 do të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian. Ne brenda 2030-s duhet hym Bashkimin Evropian. Ne kemi bërë sa kemi mundur për Vlorën dhe për Shqipërinë, me ato që kemi mundur. Tani është koha që këtu të vi para shumë më e madhe, që të kemi qa shpërndaj më shumë. Jo, nuk i duam të uajt ne. Nuk i duam të uajt ne. Po me qa do t'i shtoni ju investimet? Apo duke i fryrë njëri tjetrin? Fryu. Me qa? Këta janë komplet tull. Ndërsa ata që kanë merakun e mjedisit, edhe ata që janë akoma të mjegull që çfarë do ndodhi, si do ndodhi, ata unë i respektoj. I respektoj, po deri në far kohë, se në qoftë se ta thonë një herë, ta thonë 2 herë, ta thonë 3 herë, ta thonë 4, ta thonë 5,
që për Zvërnecin është krijuar skuadra nga duke di ku mund të ketë qenë në ndonjë zhvillim tjetër, një skuadër me arkitekt nga më të mirët e botës, me inxhinier mjedisi nga më të mirët e botës, me konsulent për oponencën mjedisore nga më të mirët e botës. Dhe ti vazhdon, anullo projektin, të thuhet ore prit se s'ka ardhur projekti, ta shikojmë projektin. Se qarë kanë ardhur, kemi thënë, ktheuni, bëni këtu aty s'ka ardhur projekt, ata po punojnë. Një tuf njerëzish. Dhe me tregoju dhe kompanin, superfuqi në lindjen e mesme, bëjnë investime në gjithë botën. Mirë po, mos harroni një gjë, në momentin që bëhet ai investim në Zvërnec, unë nuk e egzagjeroj fare. Vlora bëhet pika ku s'ka nevojë më të kuturisë të hikësh shumë larg. Vjen në Vlorë në mes të Europës dhe je sigurie në një botë tjetër. Vjen në Vlorë në mes të Europës dhe ke natyrën, ke flamingot, ke gjithçka, ashtu siç janë në ato rezorte që shqiptarët i shohin me dylbi. Apo jo, se janë shumë larg dhe ata që kanë mundësi të shkojnë. Nuk dua të zgjatem më shumë se mund të flas gjatë siç e dini, se siç e pat dhe kur morën mikrofonin vlonjatët e tjerë nuk e lëshonin. Niko, po ku i kishe gjatë 10 gra që i mbaje mend më? Nuk e di, 17-18 gra dhe nga burrat mbante mend vetëm 2 që kishte punuar Niko, Ismail Qemalin dhe Ali Aslanin. Si mbaronin gratë Nikos? 2 burra njifte, Ismail Qemalin, Ali Aslanin. Edhe kompensoi kohën e burrave me poezitë Ali Aslanit. Po shqyr që i futën këngën se do ishte duke folur Niku akoma. Pra, edhe unë mund të vazhdoj si Nikua, po duhet të ndalem këtu e duhet të them 2 gjëra. E para, jo 5.000 veta, jo 5.000, jo 50.000, po 500.000 të dalin, edhe jo të dalin 5 ditë, po të rinë aty deri në majna qershorin e 2029-ës, ne kemi kontratën me 800 kusur mijë njerëz dhe unë dua që brenda kësaj dekade ne të bëjmë investimin. S'kemi kohë të presim e të humbasim, ata të vazhdojnë të kërkojnë Shqipërinë e shqiptarëve, ne duam shqiptarët për Shqipërinë europiane, për Shqipërinë ku nëse deri më sot thonë o Shqipëria, nesër thonë o ti je në Shqipëri, po nga Vlora je? Nga Vlora je? Ky është borxhi që unë ndjej për të mbyllur kapitullin e punëve të mia me Vlorën dhe pastaj kur të mbarojmë dhe këtë punë bashkë me Nikon edhe me Mezanin do ulemi, Niko do numëroj gratë, Mezani do numëroj burrat. Pastaj do shohim me gëzimin, po harruam ndonjë nga ata firmtarët e pavarësisë, kemi dhe ardit bidon këtu që nuk na lë të ngatrohemi me punët e tjerëve se na fokuson ke Shqipëria, edhe në rregull jemi ne. Po na dha një kafe arditi atëherë. Dhe e dyta dua që t'i falenderoj sinqerisht të gjithë ata që këtu në Vlorë dhe në gjithë qarkun më kanë besuar dhe më besojnë dhe më mbështesin. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë ata patronazhistët e qarkut Vlorës, se unë me ata e kam kryesore. Dhe kush thot, ja ky kujton se do na dalin ne përballë me patronazhist. Po kur thoshte Fevziu, pat Fevziu se ai më shkrin fare më. Të shkojmë në zgjedhje tha